Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjykim shtetasin Dritan Hoxha i akuzuar për veprën penale vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim. Sipas hetimeve ka rezultuar se Dritan Hoxha në bashkëpunim me shtetasin Besim Besimajn kanë shkaktuar vrasjen e Andon Veshajt në krahinën e Larisës në Greqi në vitin 2010. Hetimet nisën në vitin 2017 pas kallëzimit të bërë nga xhaxhai i viktimës, i cili denoncoi se nipi i tij u gjeti rrahur për vdekje brenda makinës së tij. Nga hetimet e kryera ka rezultuar se Dritan Hoxha kishte njohje me viktimen dhe natën e krimit kanë qenë në të njëjtin bar që administrohej nga viktima duke konsumuar alkool. Prokuroria provoi se ato janë larguar në të njëjtën kohë dhe nga tabulatet telefonike rezultoi se autori ka komunikuar me bashkëpunëtorin tjetër, përkatësisht me Besim Besimajn. Të dy këta shtetas kanë ushtruar dhunë fizike duke e goditur në këmbë, duar e pjesë të ndryshme të trupit. Si pasojë e dhunës, viktima ndërroi jetë. Pas këtyre akteve, ata kanë futur viktimën në mjetin e tij dhe e kanë lëvizur nga vendi i ngjarjes. Natën e ngjarjes, viktima ka patur 3 çeqe me vlerë 150.000 euro me vete. Ai humbi jetën si pasojë e goditjeve të rënda të kokës. Hetimet e rastit ishin transferuar Shqipërisë për veprime të mëtejshme, teksa me 10 korrik të vitit 2024 ishte arrestuar i dyshuari Dritan Hoxhaj, që sot njoftohet se u dërgua për proces në gjykatën e Tiranës në akuzën e vrasjes me paramendim e kryer në bashkëpunim. Dritan Hoxha u kap në Levan të Tepelenas gjatë një operacioni të përbashkët mes policisë së Tiranës dhe asaj të Gjirokastrës.